Paltona që të dërgova, hajde o Fustanin që të dërgova, hajde o Fryti ere malit të moj, më rëzoj shaminë. Fryti ere malit të moj, më rëzoj shaminë. Si t'ja bëj mojnë në si t'ja bëj më mira, qishin dy bandilë moj që të dy mungjinë. Qishin dy bandilë moj që të dy mungjinë. Si t'ja bëj mojnë në moj, si t'ja bëj më mira. Urite bukurova shajme, të janë veshuro, more djalo.
Do kande o lule do Djalo more djalo Libohova palce gurit emri në pal të flamurit Libohova palce gurit emri në pal të flamurit emri moj emri në pal të flamurit Burra të zgjedhur me dorë, besa me besën në vlorë. Burra të zgjedhur me dorë, besa me besën në vlorë. Besa moj besa, besa me besën në vlorë. Fantastike, gocat e ansamblit Libohova, ju ftojmë të uleni, bukurosheni, dukeni shumë të bukura. Nuk kemi vend për gjithë, është mbushur studio me vajza kaq të bukura dhe kaq të talentuara. Po. Sa do t'i mirëpresim mirë, sa do t'i lëmë në këmbë, por kështu janë mundësit. Goca ishit fantastike, faleminderit shumë për gjitha emocionet që na dhuruat. Po ju kaloj dhe mikrofonin kushdo nga vajzat që nuk ka mikrofon, po. Goca e ka. Jemi me gocat e ansamblit Libohova dhe për t'i prezentuar një nga një ashtu si që ka hije, Ajla Hide, Olgerta Rustemi, Alessia Hide, kushurira, apo jo? Po. Agnesa Cano, Visiana Sinani, Laura Tahmazi dhe Kaliroj Diamandi. Kush e ka këtë emrin kaq të veçantë? Je kaloja pak mikrofonin, të lutem, se e nisëm me një herë me këtë. Kush ta ka vendosur këtë emrin? E kam nga gjyshi. Nga gjyshi, emër shumë i bukur dhe mbi emri gjithashtu, duke shu si ardhur nga jashtë. emër arti. Emër arti, po. Shumë e Vajza bukur. fillimisht njerë, dua t'ju them që përveç se jeni shumë të bukura, njëra me bukur se tjetra, po jeni edhe shumë të talentuara. Domethënë po ndiqja performancën dhe u kënaqja. Madje edhe ku po ju dëgjoja pak më parë se u bënin ca prova goca, sepse sigurisht janë profesioniste. Po ma gjepsa. Është e vërtet, ishte fantastike. Ti shohësh e ti dëgjosh. Po unë doja të pyesa faktikisht çfarë moshe keni? Sa vjeç jeni? Nga 14-15 vjeç deri në 17. Nga 14 deri në 17, sa bukur. Shumë të talentuar. Dhe ansambli në fakt është goxha e madhe, ju jeni një numër për 75 fëmijësh, gjitha vajza apo ka dhe djem? Ka dhe djem. Ka dhe djem, okej. Dhe kur është krijuar ansambli, si jeni bërë ju pjesë të tij? Fillimisht kemi qenë një grup i vogël brenda shkollës. Ka lindur, do me thënë, kam dashur që të kishim një grup ballesh, ashtu filluam, më pas drejtoresha e shkollës na shtyu më shumë që të ishim dhe tek polifonia. Më pas erdhi zonja Ariola Diamanti, që na mundësoi veshjet dhe na mori dhe përsipër. Aty u shtua dhe grupi me fëmijët, dhe u bërëm grupi madh me 70. Si lindi kjo dëshira edhe për t'u marrë me pjesën folklorike? Faktikisht jam marrë që në klasë të parë me kërcimin. Fillimisht ishin kërcime nga këto jo hip-hop dhe të tilla. Moderne, Po. Më pas fillova nga klasa e 7-8, krijova një grup brenda klasës. Merresha me të, mësonin vallet, më pas shtovëm dhe disa vajzat e tjera që ishin më të vogla. Dhe kështu filloi grupi. Dhe tashmë jeni bërë profesionist tamam. Gjojmë pak dhe vajzat e tjera, ju si jeni bashkuar të ansambli, sa vjeç keni qenë? Unë kam qenë në moshën 14 vjeçare, kur kam hyrë në ansambël, dhe është një nga eksperiencat më të bukura që dhe jam shumë i njohur që jam pjesë e këtij ansambli. Ka qenë kështu përmes ndonjë shoqëri që ta ka prezantuar, apo familja, apo nuk e di? Atëherë, ansamblin e kam parë në shumë vende të ndryshme, me shumëta e gocave që janë këtu kemi lidhje familjare, dhe ishte shumë inkurajuese për mua dhe kështu vendosa të hyja dhe unë. Pra pas të trashëguara me çfarë shikoj unë në lidhje familjare trashëguara. Goca tjetër, emrin ju lutem, se jeni aq shumë nuk i fiksojmë dot. Agnes. Më falë që ta thash Agnesa, se pas ke shumë të bukur. Fillimisht grupi ka nisur me Ajlën dhe filloi brenda klasës, siç e tha, me valle, dhe më pas duke parë se
edhe ne të dyja jemi kushërira, duke parë që merreshin edhe mua më pëlqente shumë, vendosa të isha pjesë e këtij. Kush këndon nga familjarët tuaj? Pra, keni dikë që jeni rritur që ka kënduar? Okej. Të gjithë. Pra, edhe ato merr me isopolifonia, po... Okej. Okej. Vajza tjetër? Po, kemi të vajza këtu emri? Olgerta. Olgerta? S'ka gjë, me radhë. Ti kur je bashkuar me ansamblin? Si që thamë që ishte një grup vallesh, më pas filluam që të këndonim. Orë, keni qënë gjitha në një klasë juve? Jo, ishim në të njëjtën shkollë. Në të njëjtën shkollë, okej. Shumica në një klasë kam përshtypjen, apo jo? Me grupin që ndryshme. krijuar ti? Jo, se janë dhe moshat të ndryshme. Janë moshat ndryshme, po tani nuk I dallojmë dot tjerë. Duke njësa, Na kishim ftuar në një aktivitet në Gjirokastër dhe duhej një këngë dasme dhe unë isha ajo që e këndova, që aty filluan të këndonim këto lloj këngësh dhe atëherë u futa në Pra nisë nga një dasë familjare. Po më para kësa ke këndoje në shtëpi? Po, që në moshën 5 vjeçare, këndoja këngë të lehta. Kur kanë qenë 13 vjeç, ka marrë pjesë tek Gjeniu I Vogël. Dhe ky është një rrugtim këngë. Ndjeni mirë këtu së bashku duke kënduar. Janë bërë edhe më shumë shoqe. Goca të lartë, po, emrin? Visiana. Dhe ti Visiana ke qenë në të një shkollë, apo jo? Kush të ka futur? Ka qenë nga gocat këtu? Ajla. Pjesë e grupit Ajlës, okej. Ke trashëguar në familje? Dikush nga familja jote këndon? Apo është pjesa? Babi. Imagjino sa të bukura I keni këto eventet familjare jo të dy, pastaj duke u mbledhur aty në sofër, duke kënduar, apo jo? Kujtime shumë të bukura me familje. Goca tjetër? Laura. Laura? Po, Laura. Për ty si ka qenë? Ti bëhesh e pjesë ansamblit? Shumë qef. Shumë qef? Pa tjetër që shumë qef. Sa vjeç e Laura? Se duke si më e vogla? 14. 14 vjeç. Edhe po e shijoni gjithë këtë eksperiencën, ju merr shumë kohë nga fakti që jeni njëkohësisht edhe në shkollë, mund të keni dhe provime të rëndësishme, ndërkohë jeni dhe të angazhuar, sidomos për ju festash, apo jo? Të merr shumë kohë? Jo. Ti e shijon këtë pjesën? Pasion. Super fare. Dhe goca tjetër? Vajza thajnë. E vetëmja ka qurelëse, po. Emri të njërë të lutem? Kaliroj. Kaliroj, po. Ti si e bashkuar me grupin? Mamaja ime është Ariola. Zysha, do me thënë. Po, si se bëm lidhje një jetje e mbi e mërë, po. Në kështë shkumendja. Po, pra në është mëngjes, po. Dhe ti s'kishe mundësi se si të mos ishe pjesë ansamblit, apo jo, ishte darda bje në ndarë. Dhe diku detyruar, më duhet. Jo, përmesa e besë dhe me dëshirën tënde, nuk se ta ka imponuar mami, pa qka se ti e ke pari, që me shumë gjë e bukur. Okej, mirë. Po, vajza, unë jam shumë kurioze dhe dim fakt atë daljen tuaj të parë në skenë. Kur ka qënë, emocionet që keni përjetuar, të performoni para shumë njerëzve. Dalja e parë në skenë përveç Libohovës ka qenë në Gjirokastër kur u bë dasma Gjirokastrite. Aty në morëm pjesë me këngë dasmash. Ishte dalja e parë në skenë. Ishte shumë e bukur, edhe shumë emocione si kënga e parë që ishte. Gjithashtu kemi marrë dhe pjesë për pjesën e valleve në një aktivitet tjetër që lidhet me pjesën art, zeje dhe sport. Ishte një aktivitet që na ka mbështetur shumë. Kemi marrë pjesë me vallën e pavarësisë, kemi darë shumë bukur, ishte shumë e bukur. Jeni knaqë, po, mirë, shiko. Duke që realisht të shijonin. Unë do thoja këtë, dhe më thonë që partito që ju jeni model frymëzimi për gjithë të rinj, unë bëhet shumë qefi, duke që nëse jam këngëtar vetë, bëhet shumë qefi që shoh vajza në këtë moshë që merren muzikë të mirë, muzikën tonë tradicionale, po unë kisha një pyetje fatikisht, përveç muzikës tradicionale, na thoni të vërtetën, kur mblidheni bashkë, ju këndoni në gjë tjetër, në gjë moderne. Direkt. Jemi gjatë gjithë kohës duke shtyr Gertën që Gerta na këndo pak të këngë, na këndo pak. Çfarë këndon? Pse Gerta? Është këngëtarja e grupit. Me sa vura re të gjitha këndonin të, pa Si quhet Marse, si quhet? Po, Marse, po. Gerta duke qenë se është më shumë tek këngët ritmike dhe këto të tjera, dhe janë këngët që neve nuk I këndojmë dot. Edhe Alesja gjithashtu. Konkretisht, cilat janë këngët tuat preferuara?
Këngë të lehta. Të lehta. Dhe ti, Për të moderne? po. Kur të rritesh, do që ti vazhdosh të dyja, do që të bësh edhe këngëtare muzikës së lehtë, po nuk do ishesh dorë edhe nga tradicionalja, apo jo? Do të shojmë në dasma apo në skena kështu të festivaleve të muzikës lehtë? Apo mund të bëj të dyja? Një mund të këndoj edhe në skena, s'ka lidhje. Jo, më flas për festivale, kështu që janë komerciale, kështu në këtë aspekt. Mirë, okej, mund të bëj të dyja. Po, e fare Mund që edhe mund të bëni të dyja. bukura fare të ishte të kombinon të dyja. Po, Ta bënin fantastike. mix, thuat. Po. Përgjithsisht prindrit çfarë thonë për ju? Sa kena ndihen, ju shtyn që ta vazhdoni edhe më tej, pra edhe pasi të rriteni edhe disa vite më shumë flas. Duke qenë se edhe prindrit tanë akoma sot e kësaj dite po e vazhdojnë këtë traditë, po. edhe tek ne janë shumë inkurajues, pra na shtyn gjithmonë për ta vazhduar këtë traditë, sepse është ajo që ka na trashëguar brez pas brezi dhe ne shpresojmë që gjithashtu ta trashëgojmë tek brezat e ardhshëm. Me të rinje të reja si ju e sigur që do vazhdojnë. Jam e sigurt që do Çfarë na vazhdojnë. kënduat ju në fillim? Se për ne që nuk jemi aq shumë të informuar mbi iso polifonin. Çfarë ishin të zonës tuaj të gjitha, si quhen, si dahen? Zonës e Libohovës, apo? Po. Janë të zonës e Libohovës. Vajza këndoj Rinën e Marinës. Është një këngë që ka shumë vite që është kënduar dhe është, le të themi, ndër të vetmet që është mbajtur kaq gjatë. Dhe këngët e tjera janë po prapë të zonës e Libohovës, përveç këngës që këndoi Olgerta, është një këngë që e kemi krijuar tani, duke qenë se morëm pjesë tek presidenca për 28 nëntor dhe krijuam një këngë të re në ndihmën e Shkëlqim Guçes. Keni bërë një këngë të re. Po, shumë e bukur. Dhe ju jeni të zëna dhe të angazhuara, sidomos tani në dhjetor. Imagjino duhet ta keni pas kalendarin plot. Ju bëjnë, ju tolerojnë pak mësuesit në shkolla, në momentin që mund keni pasur edhe një sezon provimesh, po në darkë ju keni pasur dhe eventet, për shembull. Ose prova. Po, prova. Po, Tolerojnë. Jo për gjë, po keni dhe mbështetjen e prindërve. Po. Nuk ju thonë që po lini salat do një orë, dim pse i lini. E keni përdorur ndonjëherë këtë faktin? Shiko se mos e kisha prova atje. Ka ndodhur? në nëndjeqare, po tani që jemi në gjimnazje. Jo, se mbas të ju tolerojnë fakt. Më shumë, po sa orë në ditë ju merr? Pra, sa shpesh bëni prova gjatë javës, si funksionon agjenda juaj? Zakonisht një orë, më shumë vete, po një orë themi. Shkoni për një orë, po rrugës? Një orë në javë, mblidhemi gjithmonë për polifoni, po edhe për valle. Po, kur kemi aktivitete për para, sigurisht që na merr më shumë kohë. Janë angazhime. Pa tjetër që po. E rëndësishme është që në fundit, përveç se trashëgoni traditën, edhe të pagueni, apo jo goca? Merrin një lek nga kesh? Po mirë, se janë fëmijë akoma, priti. Ua, po ti edukojnë fëmijët që gjëja e bukur është për blet, Nuk është leku gjithçka, vajza. Bëni art, bëni rrisni kulturë. Për të rritur. Po, pa tjetër. Profesionalisht. Pa tjetër që goca jeni fantastike, jeni shumë të mira dhe ju shkojnë aq shumë këto veshjet sa nuk e keni ide. Unë di që keni përgatitur edhe një valle të fundit, valle e kënduar quhet, apo jo, unë e dëgjoja si term për herë të parë, thash si dhe do këndojnë dhe do bëjmë valle, çfarë do të ndodhë këtu? Është fiks kjo? Po. Okej. Ta shikojmë dhe jemi sy e vesh bashkë me Po, do jemi sy e vesh edhe me këtë performancë kaq të bukur ne bëjmë edhe mbylljen për sot. Edhe do të shihemi nesër në një super program festiv për datën 31. 7:00 na gjeni këtu. Për momentin po ju lëm të shihoni performancën e gocave me valle të kënduar nga ansambli Libova. Patrim, shihoni gocat. Shoni. Hajde. Goca, rada për ju. Majlule. Le pak aty, shpejt. Moj lule, moj lule, ritur në male. Moj lule, ritur në male. Dil foli, moj lule, dil foli, shoqe me radhë. Dil foli, moj lule, dil foli, shoqe me radhë.
Të flasin moj lule, të flasin për shkolle punë. Të flasin moj lule, të flasin për shkolle punë. Hape valen moj lule, hape valen moj lule, bukur në kërci e ke. Pika floririt e bali, qupi kojnë moj lule. Pika floririt e bali, qupi kojnë moj lule. Hape valen moj lule, bukur në kërci e